Mirditave, mirë se erdhët miq të FSHF TV, jemi me pamjet live nga kompleksi sportiv, jemi në shtëpinë e futbollit, atje ku skuadra jon përfaqësuese e U19 do të përballet në këtë miqësore me Republikën e Irlandës. U19 do të jetë një test shumë i rëndësishëm për Julian Akmatajn dhe për skuadrën e tij, kur kujtojmë se vetëm muajin e ardhshëm do të fillojë faza e grupeve të eliminatorëve të Europianit 2026, do të zhvillohen ndeshjet në Shqipëri, në Elbasan dhe në Durrës, në Niko Dovana dhe Elbasan Arena, aty ku do të përballemi me Ukrainën, Slovakinë dhe Malin e Zi. Gjithçka është gati, të dyja skuadrat tashmë kanë zbritur në fushë, ashtu siç thamë, është një test i rëndësishëm për Julian Akmatajn që ka grumbulluar futbollistët më të mirë që ka në dispozicion në këto momente, janë padyshim ashtu siç edhe në gjuhën popullore, pra shpresat, ashtu siç njihen në skuadrat e moshave, sepse janë me të vërtet shpresa e përfaqësueses madhe dhe nga këtu fillon gjithçka. Gjyqtar kryesor Sholti Çela, ndihmës të tij Marius Qose dhe Maldin Sina, ndërkohë që gjyqtari 4 do të jetë Rigers Zeneli. Shkojmë dhe dy kapitenat, është Matia Huqi, numri 6 i përfaqësueses tonë, dhe James Roche, kapiteni i skuadrës Irlandës. Formacioni Julian Akmatajn, në portë është Rafaele Huli, futbollisti që vjen nga Italia me skuadrën e Juventusit U20, më pas mbrojtja me PS3 në qendër Fabian Nuhaj, Samuel Esina dhe Davide Avdullari, ndërkohë në krahun e djathtë Ricardo Shea, në krahun e majt Lukas Çekrezi, në mesfushë Andreas Lana, Matia Huqi dhe Sergio Vogli, ndërkohë që dy shesulmit Gabriel Kula dhe Joey Gjetto Nuredini. 2 gola për Nuredinin, për futbollistin e U20 Gjenovas në 10 ndeshje që ka me përfaqësuesen ton. Ndërkohë që në fushë është edhe 17 vjeçari që luan kampionatin shqiptar, Sergio Vogli, me skuadrën e Tiranës. Është gjithçka gati, pritet vetëm vërshëllima. Ka një debutim për Lukas Çekrezin që luan ndeshjen e parë, vjen nga Torino U18. 17 vjeçari Lukas Çekrezi. Ashtu si thamë, jemi në kompleksin sportiv, në shtëpinë e futbollit, 2 fusha me të vërtet fantastike, që japin mundësi jo vetëm skuadrës përfaqësuese së vitit, por dhe moshave të luajnë ndeshje. Fillon këtu takimi, të parët me topin zotrim janë tanët dhe e nisim njërë në krahun e majt me Lukas Çekrezin. Sina, ky top në të djathtë, shkon dhe kontrollon Sergio Vogli. Avancon përpara skuadra jon. Sergio Vogli. Gjithmonë Vogli, ky top në qendër. Largohet nga miqt. Ndërkohë këtu nuk mundet dot Çekrezi ta mbajë topin brenda vijave kufizuese. Këtë informacionin e skuadrës Irlandës, në portë është Patricio Schroeder, më pas është James Roche, është Matteo Egan, është Alain Kirenza, është Pius Otekbajo, Alfie Linskey, Jay McEvoy, Harry McGlinchey, Adam Brennan, Aaron Osha, Molany dhe Ike Orazi. Kjo është goditja e këndit e para i përket përfaqësueses ton. Ka ardhur Arkimi në qendër, në rrëmuj, ai top që nuk ka dalë jashtë dhe vjen në këto momente, por
Kemi një tjetër goditje këndi. Edhe një tjetër do tjetë Ricardo Shea. Të dy mbrojtësit e krahut luajnë të dy në të njëjtën skuadër tek Torino U18 si Ricardo Shea ashtu dhe Lukas Cekrezi. Përsëri Arkimi në zonë 5 metrave në rrëmuj ai top. Ka arritur ta kontrolloj portieri Patricio Schroeder. Do të dalin futbollistët e Irlandës e humbasin shumë shpejt topin, rivojnë me duar, i përket skuadrës tonë që duket paktën në këto minuta të para vendosur më mirë në fush, më i qartë në lojën e saj, edhe pse skuadra e Irlandës akoma nuk ka patur një kontakt vërtet me topin, pra rivojnë me duar tashmë i përket skuadrës irlandeze. Dhe topit tek Schroeder. Në krahun e djathtë, do numri 12, Matteo Egan. Avancon Egan, çon topin në qendër, ka gabuar, kontrollon mjaft mirë atje Mattia Huqi që mundohet ta kthej pas, rrezikon paksa, megjithatë e ka larguar atë top në mënyrë të saktë Davide Avdullari. Ka kryer pressing Ike Orazi. Do t'jetë Davi Avdullari ai që ekzekuton këtë rivojnë me duar, e hedh përpara. Kthehet ai top pas, paksa në mënyrë të rrezikshme me kokësh Kizenga. Mundohet të avancojë skuadra e Republikës Irlandës, fiton këtë goditje dënimi, ka përshëllyer Olti Çela. Kështu si tham, skuadra përfaqësuese jon U19 do të nisë aventurën në 12 nëntor në Elbasan Arena ndaj Ukrainës, më pas ndeshjen e dytë përse në Elbasan Arena ndaj Slovakisë dhe të tretën ndaj Malit Zi. Shikojmë se çdo të cilë kjo goditje standarde, goditja me kokë, ka përfunduar jashtë pa probleme për portierin Rafaele Huli. Mundohet të dalin futbollistët tanë. Përsëri bllokohet, u mbet ekuilibrin këtu Kizenga. Gjithatë ka hedhur atë top përpara. Pa probleme për Rafaele Hulin. Rivojnë me duar i përket tanëve. Shikojmë këtë zbritje, avancon Gabriel Kula. Gjithmonë Kula. Kula, këtë top në zonë. Largohet pa probleme. I qetë ka larguar Matteo Egan. Ndalet loja, ka diçka të parregullt. Topi është tek Schroeder. Pra ti ndodhej Otek Bajo.
Pikërisht tek Bajo ai që kontrollon topin. Nuk ka qartësinë e dur në sulm për momentin skuadra irlandeze, edhe pse loja po luhet mes në fushës, por me përfaqësuesën tonë që po kërkon më shumë të qarkulloj topin dhe të dalë me logjik përpara. E bën mjaft mirë këtë gjë Mattia Huqi. Ky top i fort vrapon kulla, ndërkohë që e mbron dhe lë të dalë jashtë atë top James Roche. Mundohet këtu të kombinojnë Nureddini me kullën, e kanë humbur topin, presin tashmë futbollistët irlandez. Edhe kjo ndërhyrje e gabuar e Sergio Voglit. Egan. Hapet loja në të majtë të kapiteni Roche. Topin në të majtë e mbajnë futbollistët irlandez, e kthejnë pas të kapiteni Roche, ky për Egan. Mundohet atje Kizenga. Largohet topi, e kontrollon kulla. Hapet loja në krahun e djathtë, atje ku afrohet Sergio Vogli. Largon Egan, por ka një prekje topit me dorë dhe një goditje dënimi në favor të përfaqësuesës tonë. Ardhur kërkim në krahun e majt, largon Kizenga. Lana nuk shërben dot ashtu siç duhet, këmbgul Lana, por e ka marrë topin me faul sipas gjyqtarit Olti Çela. Rivënia me duar rivënia goditja dënimit i përket miqve. Tek topi është numri 12, Matteo Egan. Qarkullojnë topin futbollistët e Irlandës me McAvey. Hapet loja në të djathtë te Kizenga. Kizenga nuk gjen hapësirë, e kthen tek Matteo Egan. O tek Bajo, kapiteni Roche. Gjen hapësira, kthen topin pas Ike Orazi. Topi ka dalë jashtë, rivënë me duar i përket tanëve. Më fluid paktën në këto minutat para futbollistët tanë në mënyrën se si kanë dalë drejt sulmit, ndërkohë që pasin vështirësi futbollistët irlandezë, edhe pse qarkullojnë topin, u munduan pra ta qarkullojnë topin.
Orazi nuk e mban do topin brenda vijave kufizuese, rivënie me duar. Nuk avancon dot Lukas Çekrezi, ka ndërhyr atje Linski. Kthehet topi pas për Nuhaj. Sina. Vendoset lojën të gjatë tek Avdullari. Avdullari me këtë top të gjatë, mundohet atje me Koklana, e humbasin topin tanët. Mundohen të kryejnë pressing e merr Molone. Ka hapur lojën në të majtë tek Orazi. E ka kontrolluar Orazi, ka humbur ekuilibrin, duket se edhe është dëmtuar. Është ngritur Orazi. Kontrollat e top Sergio Vogli. Do të avancoj Ricardo Shea, fiton vetëm një rivënie me duar. Avancon në të djathtë, vjen kjo ndërhyrje e Otek Bajos. Përsëri një goditje këndi për skuadrën tonë. Niset shkurtazi, vjen ky arkim, del topi nga zona, shikojmë ka hapësirë Vogli. Gjithmonë Vogli është në zonë, Vogli shkon drejt fundores, fiton përsëri një goditje këndi e katërta për përfaqësuesen ton. Kapiteni trajneri i skuadrës Irlandës U19 është Tom Mohan, 51 vjeçar. Ka drejtuar dhe Irlandën U17 deri në vitin 2016 dhe pas atij viti ka marrë drejtimin e U19-s. Avancon këtu Egan. Luan në të njëjtën skuadër me Matia Huqin. Egan tek U20 e Empolit.
Vazhdojmë ndeshja e fundit e U19-s zyrtare i përket 19 nëntorit të 2024, 0-1 humbëm ndaj Irlandës Veriut në Elbasan, 1-0 humbëm dhe me Danimarkën dhe 6-0 me skuadrën e Izraelit. Sa i përket kualifikuesave. Një tjetër goditje këndi. Ka ardhur Arkimi. Topin e të djathtë. Pritet Arkimi, i ullet kësa radhe në zonë, mundohet atje Avdullari, nuk arrin do ta kontrolloj, ndërkohë që në të dy luftim shpejtësie është i sakt atje Lukas Çekrezi, që ka nisur këtë top përpara, del dhe kontrollon topin Schroeder. Topi gjatë, Adam Brennan. E ka mbyllur Samuel Esina, nuk ka dashur të rrezikojë, ka larguar topin në një rivëlje me duar. Pak nga pak edhe skuadra irlandeze po fiton terren, po e frekuenton edhe më shumë gjysmë fushën tonë, por gjithsesi asnjëherë duke rrezikuar portën e Rafael Hulit shumë larg. Dalin tanë në krahun e djathtë, shikojmë këtë mundësi, pritet Arkimi, Ricardo Shea në zonë. Topi që ka shkuar në këmbët e portierit Schroeder, nuk mundet do ta kontrollonte me duar, ndaj me këmbë ka kontrolluar, por e kanë zgjidhur mirë atë situatë. Miqt hapet lohet në djathtë të Kizenga. Ka hapësirë ai, gjithsesi afrohet me njëherë Mattia, ishte Andreas Lana, e humbasin topin vendasit dhe del tashmë përpara Ike Orazi. Kizenga. Ka fituar këtë goditje dënimi Ike Orazi, futbollist që luan me skuadrën franceze të Reims, 18 vjeçar, 7 ndeshje me përfaqësuese në U19, akoma nuk ka shënuar asnjë gol. Ko që përsa i përket sulmit, vetëm Moloni, numri 10 është ai që ka shënuar një gol në 9 ndeshje që ka luajtur. 18 vjeçari që luan për skuadrat e moshës të Malagas. Shikojmë të skem, ka ardhur Arkimi, largon Kulla. Edhe një tjetër është Moloni. Moloni nuk ka hapësira, detyrohet ta kthej topin shumë brapa, aty ku ndodhet Otek Bajo, ishte Kizenga. Nuk pason dot ashtu siç duhet për McEvoy.
kryen pressing skuadra e Irlandës dhe në fund këtu rivënë me duar i përket tamve. E leja të top të dalë jashtë, Matia Huqi, rivënja me duar përsëri për skuadrën tonë përfaqësuese. Çekrezi ka hedhur përpara në drejtim të Nuredinit, largohet ai top. Mjaft mirë kontrollon Matia Huqi, që ka nisur këtë pasim vertikal në drejtim të kullës. Ideja ishte shumë e zgjuar, por nuk arriti dot të filtrojë ai top, ndërkohë që ky top i kthyer pas largon Patricio Schroeder. Është ndalur Aloj. Goditja dënimit për irlandezët që nisin me njëherë në krahun e djathtë, edhe Tom Mohan luan me të njëjtën skem loja ashtu si dhe trajneri ynë Julian Akmataj me një 5-3-2. Me ndryshimin e vogël le të themi që Aaron Ochoa Moloney luan pas dy sulmuesve, ndërkohë që përpara mbrojtjes janë dyshja McEvoy dhe Linski. Shkon do taj top tek Nuredini, gjithsesi rivënia me duar është për tanët. Me të rydëmtuar këtu dhe ka një karton të verdh për Gabriel Kullën. Kartoni i parë i verdh i përket skuadrës tonë. Gabriel Kulla, 17 vjeçari që luan për Sassuolo U20, e sheh tret me përfaqësuesën U19. Për momentin është ndërprer. Qëndron Matia Huqi, kapiteni, kujtojmë është një miqësore. Ngrihet Matteo Egan. Ashtu si tham, janë të dy shok skuadre tek Empoli. Do të kemi këtë goditje dënimi në favor të Republikës së Irlandës, ndërkohë që ka shfrytzuar këtë pauzë Tom Mohan për të dhënë këshilla të tjera ndaj tek djemtë e tij.
ndryshja mesit fushës tek Republika e Irlandës shumë interesante sepse Jay McCovey është vetëm 16 vjeçar, luan në moshat e Manchester United. Ndërkohë që Alfin Leski tek Aston Villa, një ndeshje, një gol për Alfin Leskin, 17 vjeçar, pra janë edhe më të rinj se grup mosha e kësaj përfaqësuese. Ashtu siç edhe tek përfaqësuesja jonë janë të shumt 17 vjeçarët, Lana, Vogli, Shei, Nuhaj, Çekrezi, Otekbajo. Hapet luan krahun e majt tek McGlinchey. Lëviz mirë, futbollisti i Chelsea ka ardhur ky arkim jashtë. Ka shoqëruar dhe më pas e ka lënë të dalë jashtë portieri Rafaele Huli. Topi në të majt e kthen pas me Glinci për portierin Schröder. Alan Kizenga. Otekbajo. Orazi. Kthe topi në qendër. Linski. E merr atje Moloni. Moloni, ky pasim për Irazi në shfutur në zonë. Shikojmë. Ndalet loja, me sa duket kemi patur një pozicion të parregullt të Orazit. Edhe pse e bëri detyrën, e largoi topin, Samuel Esina në vështirësi ishte ndaj dy kundërshtarëve, arriti ta largoi topin, por pozicioni i Orazit ishte i parregullt, më i avancuar se kundërshtarët e tij. Shkelmon fuqishëm atje Huli, ndërkohë që bën një lëvizje fantastike. Numri 9, Joy Gjeto Nuredini, ka ndërhyr gjyqtari Olti Çela, ka parë një faull, goditja e dënimit i përket Republikës së Irlandës. Kujtojmë për skuadrën e Republikës së Irlandës, eliminatoret e Europianit U19 do të zhvillohen, ndeshjet e saj do të zhvillohen në Holland. Në nëntor përballë do të kenë Kipron, Kazakistanin dhe Hollandën. Me të dëmtuar Çekrezi. Ka një tjetër karton të verdh, sa radhe i përket skuadrës kundërshtare, është Pius Otekbajo. Shikojmë se çdo të sjell kjo goditje dënimi për skuadrën tonë përfaqësuese.
Shkojmë skemën, ky arkim në shtyllën e dytë ka dalë. Schröder ka kontrolluar topin. Patricio Schröder. Me qetësi e ka kontrolluar tashmë Rafaele Huli. Kujtojmë, pjesa dërmuese e skuadrës tonë përfaqësuese U19, luajnë jashtë, madje nëpër skuadra të rëndësishme për sa i përket emrit, është Bjorni Duka që luan me Dinamon. Nga kampionati ynë është Gjiseld Kaplani që luan me Vllaznin. Është Sergio Vogli me Tiranën, është Ergis Arifi me Teutën. Për gjithashtu dhe Tedi Malaj, futbollisti i Partizanit. Pas pjesa tjetër, kryesisht në kampionatin italian, por edhe në atë grek. Ky topi gjatë, vrapon atje Nureddini, nuk ka mundur dot, ka mbyllur saksisht. Ndërkohë që ka marrë këtë top në mes në fushës, kjo goditje dhe vjen goli fantastik, Mattia Huqi. Çfarë super goli ka shnuar Mattia Huqi, goli i dytë në ndeshjen e 13 me përfaqësuesen U19 për Mattia Huqin. Super gol i Mattia Huqit. E ka marrë vetë topin në mes në fushës, ka avancuar, ka gjetur hapësirën e duar, më pas ka lëshuar atë djathtë që nuk mund të ndalej dot nga ana e Patricio Schröder. Shqipëria 1, Republika e Irlandës 0. Mattia Huqi në minutën e 35. Orazi. Ai top që ka përfunduar jashtë, do të kemi këtë rivënie me duar. Kalon avantazh me të drejtë, duhet thënë skuadra jonë përfaqësuese, por luante shumë mirë se kundërshtari. Edhe pse lidhjet në kuadrat akoma nuk i kishte kryer, por të paktën ishte gjithmonë atje kërcënuese në zonë. Lëviz mirë këtu Otek Bajo. Edhe ky topi gjatë, vertikal, ka dalë. Portieri Schröder e ka larguar me këmbë. Ul mjaft mirë atje me Kevo. Topi gjatë. Nuk e kontrollon dot me Glinçi. Mund dalë skuadra jonë përfaqësuese. Shikojmë, nuk mbyllet dot ai trekëndësh me gjithë atë këmbgul. Kontrollon topin Gabriel Kulla. Në të djathtë, kontrollon atë top, e kthen pas për Avdullarin. Sergio Vogli, ishte Ricardo Shei. Do të kemi këtë
goditje dënimi në favor të përfaqësuesës tonë. Delaj top jashtë. Matteo Egan. Havet lojë te kapiteni James Roche. Lëviz mirë atje Moloni. Moloni mundohet të ndroj lojë në krahun tjetër. Topi kthehet pas tek Huli, ndalet loja, ka një goditje dënimi në favor të Republikës së Irlandës. Ka parë një ndërhyrje të parregullt gjyqtari Olti Çela. Orazi për McEvoy. Hapet lojë në krahun e djathtë, shumë i vëmendshëm. Bllokon rrugën, më pas nuk ka dashur të rrezikojë dhe ka larguar atë top Lukas Çekrezi. Rivënia me duar për skuadrën irlandeze. Largohet topi përsëri një rivënie me duar për irlandezët. Shkon dhe ekzekuton Alain Kizenga që kërkon shok të lirë. Ka të vështirë, hedh përpara për Brennan në këtë dy luftim force me Fabian Nuhajn, ka dalë fitues. 17 vjeçari i përfaqësuesës tonë që ka larguar topin, por duke i dhuruar një tjetër rivënie me duar skuadrës irlandeze. Përsëri është Alain Kizenga. Moloni e humbet topin. Spret skuadra jonë, shikojmë. Mjaft mirë Kulla. Ka hapur lojën në krahun e majt, aty ku vjen Nureddini. Ndiqet nga Egan, ka dalë fitues mbrojtës irlandez. Dhe mbyllin këtu kështu këtë kundërsulm të përfaqësuesës tonë irlandezët që duke i rrezikshëm. Dhe këtu ka parë diçka të parregullt. Gjyqtari ansor, do të kemi këtë goditje dënimi, nuk është dakord Çekrezi, kur jemi në 5 minutat e fundit të kohës së rregullt. Shqipëri 1, Irland 0. Goli i kapitenit Mattia Huqi në minutën e 35. Tek topi ndodhet Moloni. Vjen Arkiviti, i ullët. Largohet topi, vrapon kapiteni Huqi. Topi kthyer pas. Kizenga në krahun e djathtë ndodhet mbrojtësi Majt Herri me Glinshi, sepse ishte atje në momentin e ekzekutimit të goditjes së dënimit. Moloni. Gjithmonë Moloni ndaj 3 kundërshtarëve. Moloni vjen Nureddini. E blokon atë top në mënyrë të rregullt, e largon rrezikun, ndërkohë që këtu ka një faull, ka një goditje dënimi. Këshillohet numri 8 Alfie Linski. Tek topi ndodhet Lukas Çekrezi.
Topi për Nuredinin. Nuredini ndaj 2 kundërshtarëve. Ka shmangur ata, ndalet loja. Goditje dënimi për përfaqësuesën ton. Shikojmë ky Arkim në shtyllën e parë, topi përfundon në krahun tjetër. Huqi përsëri një top drejt zonës, por kësaj radhe drejt për së drejti në duart e Schröder, që mundohet ta nis më një herë me këtë top të hedhur përpara me kohë, ka gabuar Çekrezi, Molonesh në zonë. Molone godet. Huli reagon dhe largon atë top. Rafaele Huli në një goditje këndi. Një zbritje shpejt e skuadrës irlandeze me Patricio Schröder që ka shkelmuar fuqishëm drejt Aron Ochoa Molone. Nuk është koordinuar dot ashtu siç duhet. Lukas Çekrezi megjithatë ka ndjekur deri në momentin e fundit numrin 10 të Irlandës, i cili ka goditur, dhe Huli ka bërë detyrën edhe pse ai top me shumë mundësi do të përfundonte jashtë, nuk ishte në kuadrat. Gjithsesi e ka larguar në një goditje këndi. Tek topi është me Glinci. Jemi në sekondat e fundit. Ka ardhur ky Arkim në shtyllën e dytë, përfundon jashtë. Do t'i përkas skuadrës tonë përfaqësuese. Tashmë jemi në minutat shtesë. Ka filluar e para. Shikojmë se sa do të vazhdoj loja. Dhe kur do të vi vëshëllime Olti Çelës për përfundimin e pjesës parë, që duhet thënë ka qenë një pjesë e parë shumë e mirë për skuadrën tonë. Shkelmon fuqishëm Huli në mesin e fushës. Largohet ai top, kërkojnë goditje dënimi, ashtu është. Ka qenë ndërhyrje në kovënese Pius Otegbajos në dëm të Sergio Voglit. Tu vjen vëshëllime Olti Çelës, mbyllet pjesa e parë në kompleksin sportiv në shtëpinë e futbollit. Shqipëria U19-1, Republika e Irlandës U19-0, një super gol i Mattia Huqit në minutën e 35, i ka dhënë avantazhin djemve të Julian Akmatës, që duhet thënë kanë luajtur një pjesë të parë shumë të mirë se sa kundërshtari dhe me merit kanë kaluar në avantazh. Pas një pushimi të shkurtër për 13 minutash do të rikthehemi përsëri këtu në FSHF TV për të ndjekur pjesën e dytë të këtij takimi. Jemi kthyer përsëri të dashur miq të FSHF TV me pamjet live që vijnë nga kompleksi sportiv në shtëpinë e futbollit. Është gati për startuar pjesa e dytë e takimit midis Shqipëri U19 dhe Republika e Irlandës U19. Një pjesë e parë shumë e mirë për djemtë e Julian Akmatajt, ku kanë dominuar me lojë, me disa raste shnimi, goditje këndi dhe me golin në fund të Mattia Huqit, që për momentin i jep avantazhin skuadrës tonë përfaqësuese, një gol shumë i bukur në minutën e 35
nga Matia Huqit. Shikojmë se si do të shkojnë gjërat në këtë pjesë të dytë, duket sikur nuk ka shumë zëvendësime, të paktën në këtë moment janë të njëjtit futbollistë që ishin edhe në pjesën e parë. Ky top drejt zonës është larguar nga ana e Ricardo Shade. Orazi në qendër për McEvoy. McEvoy ndaj tre kundërshtarëve, shkon tek Brennan, nuk ka hapësirë Brennan. Orazi në të majtësh me Glinçi, ka ardhur arkimi i tij në zonën 5 metrave, vjen dhe Kizenga në mbështetje të sulmit, godet, bllokohet, Moloney edhe ai bllokohet. Dhe këtu nuk merren vesh me njëri tjetrin futbollistët tanë, megjithatë arrin të dalin, ndërkohë që ka fituar këtë goditje dënimi Kulla. Shikojmë ngrihet Kulla. Do dalë jashtë vijave kuvizuese, pasi ka marrë ndihmën e paramjekësore, shkon dhe Julian Akmataj. Interesohet për të dhe vazhdoi të këshilloj të tjetë Sina. Këto bi gjatë për Nuredinin. Kthehet pas për Schroeder. Dalet loja, ngrihet Flamuri, pak sa me vones. Pozicioni duket se ka qenë një pozicioni pa rregullt i Gjoj Gjeto Nuredinit. O tek Bajo me Glinçi. Orazi e ka humbur topin, ja ka marrë Sergio Vogli. Dhe topi pas për portierin Huli. Sina. Topi gjatë i Sinës. Përsëri një goditje dënimi për tanët Avdullari. Shej e ka humbur topin. Orazi shumë i shpejt, ka lënë dy kundërshtar përba. Pas ka fituar këtë duel shpejtësie, ka fituar dhe një goditje dënimi. Orazi e ka shkaktuar Ricardo Shej. Topi shkojnë si gjithmonë, numri 3, Harry McGlinchey dhe Aaron Ochoa Moloney. Shikojmë se çdo të cilë kjo goditje dënimi. Është një skem. Me Glençi është në zonë.
Shlarguar topi, ndalet loja, goditet dënimit i përket skuadrës tonë përfaqësuese. Tregua shumë i vëmendshëm. Gabriel Kulla shkoi dhe bllokoi numrin 3, Harry McGlinchey, që proteston tek gjyqtari Olti Çela. Mbasin shpejt topin tanët, megjithatë kanë këtë rivënie me duar. Tek topi është Lukas Çekrezi. Kthe topi pas tek Rafaele Huli me këmbë ka larguar. E Huli njaf mirë Vokli. Rrezikon paksa tek ai kthim topi për Samuel Ersinën, por e zgjidhin mirë vendasit dhe në fund nuk ka mundur do të largojë ashtu siç duhet në uaj. I jep mundësi skuadrës irlandeze. Mundohet në krahun e djathtë. Alain Kizenga. Goditje këndi. Shikojmë që Krezi ngrihet, nuk ka probleme. Tek topi është McGlinchey. Tani është momenti, dëgjohet vëshëllima e Olti Çelës. Përsëri është një skem, topi që është kthyer pas. E një tjetër në zonë, vjen dhe largon Çekrezi. Një tjetër goditje këndi. McGlinchey. Vjen arkimi i McGlinchey në qendër, mundohet me kokë atje Egan. Topi përket portierit Huli, ky e lë përsinën, largohet vet, do të nisë aksioni mbase me qarkullim topi nga mbrapa pikërisht për Hulin. Është ai që e largon përpara, por e dhuron të kundërshtari. Avancon atje Roche. E kjo ndërhyrje e gabuar. Me dëm të Fabian Nuhaj, 17 vjeçarit që luan për Olympiakos U19 në Greqi. Ndërhyrje e gabuar sipas Olti Çelës nga ana e kapitenit James Roche.
E lë atë top të dalë jashtë. Egan. Ka nisur pak më mirë skuadra e Republikës Irlandës të pjesë të dytë. Megjithatë, është vendosur mirë skuadra jonë, për momentin nuk po lejon hapësira, thjesht qarkullimin e topit e ka skuadra irlandeze. Dëgjohet dhe trajneri Julian Ahmadaj që i jep direktivat pra për mbrojtjen dhe në veçanti për Samuel Sinën për të mbajtur sa më lart linjën. Vjen ky arkim, largohet topi. Vrapon Ike Orazi, e mban brenda vijave kufizuese. Orazi ka përballë Voklin. Orazi, ky topi ulët, nxirret nga zona. Kthehet tek McGlinchey. Në të majt Ike Orazi. Përsi një arkim, topi në zonë, shkojmë këtu. Për pak sa ka një mosmarrveshje, me gjithatë vjen Huqi, merr këtë ndërhyrje nga Matteo Egan. Ka një goditje dënimi me shumë zgjuarsi. Mattia Huqi ka fituar këtë goditje dënimi për skuadrën tonë përfaqësuese. Avancoj futbollistët irlandez në krahun e djathtë, humbet topin Brennan, e kontrollon më pas Sina në vështirësi, paksa kryen pressing dhe kontrollon topin Kizenga. Ka kthyer tek Roche. Nuk ka hapësira Roche. I vjen, i kryen pressing, ja merr topin Andreas Lana. Rivënë me duar i përket skuadrës tonë përfaqësuese. Ka një tjetër karton të verdh, edhe një goditje dënimi për skuadrën e Republikës Irlandës. Ishte Huqi, tek topi ndodhet Jay McEvoy. Hapet loja tek Egan. Roche. Avancon Roche. Roche, pritet arkimi, është bllokuar, por ka fituar këtë goditje këndi. Shkon më njëherë. Moloni.
Përsëri dëgohet vëshëllima e Olti Çelës. Goditja e dënimit I përket skuadrës tonë përfaqësuese. Kryen 3 zëvendësime në radhët e skuadrës së Irlandës. Në fushë është George King, është Daniel Mayer dhe Zach O'Sullivan. Largohet Brennan, Adam Brennan. Me sa duket e kalon mbrojtjen me 4 tashmë Tom Mohan të paktën. Kështu duket nga ky rrjeshtim. Është larguar dhe Kizenga. Mbrojtja që tashmë përbëhet me Egan, me Otegbajo në qendër, me McGlinchey në të majt, me kapitenin James Roche që është vendosur si mbrojtës I djathtë. Në fushë pra Mayer, O'Sullivan dhe King. Largon topin Otegbajo. Mundohet dal skuadra irlandeze, ndërkohë që ky top I kthyer pas paksa në mënyrë të rrezikshme. E kontrollon Rafaele Huli, por ishte një top I kthyer me pjesën e sipërme mbi gjuhë, gjë që I jep mundësinë dhe e lejon Rafaele Hulin ta kontrollojë me duar. Dalet loja, ka një faul, ka dhe një karton të verdh për Matteo Egan. Hapet loja në krahun e djathtë, e largon me kokë atje numri 3 me Glinchi, topi mbetet brenda vijave kufizuese, mundohet O'Sullivan. Ky top përpara, avancon Moloni, ndërhyn saktësisht atje dhe largon më pas atë top. Samuel Esina, ndalet loja, ka shkaktuar një faull në dëm të kundërshtarit të tij, Arorochua Moloni. Dy zëvendësime edhe në radhët e skuadrës tonë përfaqësuese. Largohet Sergio Vogli. Teddy Malaj është jashtë vijave kufizuese, gjithashtu dhe lart Krasniqi. Do të largohet dhe Gabriel Kula.
vendin e tij Tedi Malaj. Marrin topin irlandezët. Topi gjatë drejtim të Sullivan. Largon me Kokshi, por përfundon në këmbët e Orazit. Orazi fiton këtë goditje dënimi. Top në zonë, largohet. Mundet do të ta bëj një gjë të tillë Tedi Malaj, vazhdon sulmi, ndërkohë që këtu del dhe kontrollon atë top Rafaele Huli. Në ndeshje 3 gola për Tedi Malajn. Kontrollon atë top King. Linskej. Do të harkoj atje Mer. Një përsi të lehtë për sa i përket qarkullimit të topit dhe frekuentimit në gjysmëfushën kundërshtare skuadra e Irlandës në këtë pjesë të dytë, deri diku edhe pak e kuptueshme me atë rezultat 1-0. Me Glinçi drejt për së drejti në port, pret Rafaele Huli. Pa probleme. Jemi në minutën e 70, vazhdon rezultati 1-0 për skuadrën tonë përfaqësuese me golin e Matia Huqit në minutën e 35 i jep avantazhin skuadrës tonë. Ka humbur topin këtu Tedi Malaj. Orazi, ky top në qendër largohet. Vrapon Nureddini, ishte i vetëm. Përsëri sulmon skuadra e Irlandës, vazhdon nga të dyja krahët, si nga e majta, si nga e djatha, duke hedhur topin drejt zonës, të vëmendshëm deri në këto momente mbrojtësit tanë që kanë larguar topin dhe këtu shfrytëzojnë këtë kundërsulm. Ky top i prekur me dorë nga ana e Otek Bajos, nuk është parë nga gjyqtari Olti Çela, ndërkohë që ndalet loja. Ka një futbollist të dëmtuar.
Lart Krasniqi luan me skuadrën e Roma Pojkarna në Suedi, në skuadrën e moshave të këtij klubi, U19, ko që Tedi Malaj, futbollist i skuadrës Partizanit, dy futbollistët që quhen fush pra. Topi do t'i përkas skuadrës irlandeze. Otegbajo. Kujtojmë, kjo skuadër do të përballet përsëri me përfaqësuesen tonë në një tjetër miqësore pas 2 ditësh në Luzë. Dalet loja, ka një faull në dëm të Nuredinit. Ndërhyrje e fortë në qendër, ndërkohë që hidhet në fush numri 8 Evangelos Gjoka në vendin e Andreas Lana. Nuk e mban dot Ricardo Shea, brenda vijave kufizuese e ka marrë topin Orazi. Gjithmonë Orazi e çon në të majt tek Moloni. Moloni me njerë 2 kundërshtar pranë tij, vjen dhe ndërhyn saktësisht Davide Avdullari, vazhdon lojën gjyqtari Oltiçela Nuredini. Fantastik Krasniqi me këtë top të marr. Gjithsesi është i vetëm ndaj 2 kundërshtarëve, në krahun tjetër ndodhet Nuredini. Gjithmonë Krasniqi pret ardhen e shokëve. Dhe kjo ndërhyrje e gabuar shumë pranë ndodhej Oltiçela, goditje dënimi në favor të përfaqësuesës tonë. Debutim për Evangelos Gjokën me përfaqësuesen U19. Shikojmë se çdo të sjell kjo goditje dënimi. Tek topi është Nuredini, është dhe Ricardo Shea. Niset Nuredini godet, topi përfundon jashtë. Ka shkelmuar dhe ka nisur me njerë Schröder në krahun e djathtë. Atje ku avancojnë miqt me numrin 17, Mayer. Kthehet topi pas për Egan Otegbajo me Glinci. Orazi. Dhe vjen goli barazimit. Ka shnuar Zak O'Sullivan. Ndeshja e parë me përfaqësuesen për Zak O'Sullivan dhe ka gjetur golin. Ishin të shumta arkimet që po vinin drejt zonës tonë, si nga krahu majt, si nga krahu djathtë, dhe kësaj radhe ai pasim nga e djathta që ka gjetur saktësisht Zak O'Sullivan dhe nuk ka gabuar. 18 vjeçari i Fleetwood Town, skuadër në Republikën e Irlandës, 1-1, minuta e 77.
disa minutash në të vërtet po luante më mirë skuadra e Republikës Irlandës, po vuanin paksa nga krahët futbollistët tanë. Megjithatë, ka akoma kohë. Shikojmë, avancon Shea. Ka dhurë të top drejt qendrës për Nuredinin, e kontrollon atje Otekbajo për McGlinchin. Mund ta hedh përpara McGlinchi. I vënë me duar i përket tamve. Ricardo Shea me topin duar. Gabon. Tedi Malaj. Nuk arrin do ta kthej topin ashtu siç duhet. I vënë me duar i përket irlandezëve që e nisën me McGlinchin. Otekbajo. Topi gjatë drejt zonës, mundohet ta mbroj numri 2 David Avdullari, por ka gabuar sepse ja ka marrë topin kundërshtari i tij. Gjithsesi ka dalë përsëri fitues në fund Avdullari. Nuredini, Huçi, Nuredini. Do të kryet një zëvendësim. Brian Gjyla ndodhet jashtë vijave kufizuese, do dal Ricardo Shea. Ndërkohë që dhe Harry Bryn do të hidhet në fushë për skuadrën irlandeze. Do dal Alfie Linski. Largohet Alfie Linski, në vendin e tij Harry Byrne. Largon topin me këmbë, Huli në drejtim të Nuredinit. King nuk arrin do ta kontrollojnë mesin e fushës. Del fitues Gjoka, e çon topin në të majt. Shkojmë me avancimin. Nuk mund të dot ta kontrolloj atë top apo të avancoj. Brian Gjyla. Futbollisti i Sassuolos. Ishte 7 për Brian Gjylën, 18 vjeçarin. Molonje. Hapet loja tek Orazi. Orazi është futur në zonë, ka një kontakt, ka një karton të verdh për Ike Orazin. Ka simuluar Ike Orazi. Nuk ka patur kontakt, qytetari ka qenë shumë pranë. Topi është Rafaele Huli. Hapet lojën, krahun e djathtë tek O'Sullivan. Gjithmonë O'Sullivan ka përballë Nuhaj.
O'Sullivan detyrohet ta kthej topin pas, është Roshe, shvendosët lojën të majt tek McGlinchey. McGlinchey ka përballë Teddy Malaj, McGlinchey e ka ndalur Teddy Malaj. Goditje këndi për skuadrën irlandeze. Duhet sigur edhe Julian Ahmata në këto minutat fundit pas zëvendësimeve ka kaluar dhe ai me një skem me 4 mbrojtës. Dhe tashmë përpara janë Joey Gjeto Nuredini, Teddy Malaj dhe Brian Gjyla. Moloni. Vjen Arkimi, kontrollon Huli. Pa probleme, kërkon shok të lirë, nuk gjen askënd. Ban topin dhe me rregullin e ri tashmë duhet ta ulë në tokë ose ta godase, bënin gjë të tillë. Është një faull sipas Olti Çelës. Ka dhënë një të shtyrë të lehtë Leart Krasniqi, kundërshtari i tij. Shikojmë këtu Orazi. Orazi e topin në qendër. Largojnë tanët. Mbetet përpara skuadra e Irlandës me King. Roshe. Kthen topin tek Byrne. O tek Bajo. McGlinchey, Orazi, kombinojnë mjaft mirë një tjetrin McGlinchey. McGlinchey shkon drejt qendrës e bllokon. Teddy Malaj fiton dhe këtë goditje dënimi. Tek topi është Rafaele Huli. Mundohet Krasniqi. Çon topin në krahun tjetër. Shikojmë kjo mundësi. Goditja bllokohet. Provoi Brian Gjyla. Topi përfundoi jashtë në një goditje këndi. Ka probleme për McGlinchey. Gjoka dhe Krasniqi qëndrojnë jashtë vijave kufizuese. Vjen ky Arkim, goditja me kokë. Shikojmë, kërkojnë 11 metrash dhe ka 11 metrash. E ka mbajtur në mënyrë të parregullt kapiteni James Roshe, që të mbrojtësin Samuel Esina, që ishte i vetëm. Mjafton ta prekte atë top, distanca ishte shumë e afërt dhe do të shënonte, por nuk është lënë nga ana e kapitenit James Roshe dhe tashmë mundësia është për Joey Gjeto Nuredinin. Minuta e 86, Nuredini do tjetë përballë Schroeder. Dukshëm mbajtja që i ka bërë James Roshe Nuredinit, që ishte i vetëm me portën e bëshatisur, madje edhe pa portier. Vjen vëzhgëllimi e Olti Çelës. Niset Nuredini! 2-1! Është më bukur kështu. Pas atij golit barazimit nga ana e skuadrës irlandeze, u vun paksa në vështirësi, megjithatë. Menjëherë Julian Ahmataj me zëvendësimet që bëri fitoi terren skuadra jon. Dhe pak nga pak afrua zonës, fitoi atë goditje e këndit dhe padyshim që do të ishte një gol shumë i lehtë i shënuar nga Samuel Esina nëse nuk do të ndalej nga James Roshe, por Nuredini i jep avantazhin tashmë përsëri skuadrës tonë. 2-1 kur jemi në minutën e 87.
Rifillon loja, shikojmë reagimin e irlandezëve në këto minutat fundit. Hidhet topi përpara. Shkon Brian Gjyla. Largon kapiteni Roche. Pasim drejt qendrës aty ku ndodhej Nuredini, nuk arrin dot Sullivan ta kontrollojë ashtu siç duhet, largohet topi në këtë rivënie fundore për skuadrën irlandeze. E merr topin Otek Bajo me Glinchi, kryen pressing skuadra jonë dhe u mbasin topin irlandezët. Shikojmë Teddy Malaj. Gjithmonë Teddy Malaj ndaj 3 kundërshtarëve, pason për Leart Krasniqi, nuk mbyllet dot trekëndëshi midis Leart Krasniqit dhe Teddy Malaj. Megjithatë, mbetemi përsëri në sulm. Vjen dhe kontrollon topin Gjoka, është në zonë. Gjoka në qendër. Mundohet godas, Nuredini është larguar ai top në një goditje këndi. Fantastik. Evangelos Gjoka u fut në zonë, mundet godiste vet, shërbeu në qendër për Nuredinin. Topi në fund i prekur nga ana e Egan, goditje këndi. Jemi në minutën e 89. Ka ardhur ky arkim i fort, nuk mundet dot as Fabian Nuhaj dhe as Samuel Esina godasin topin, me sa duket e ka prekur një prej futbollistëve irlandez. Do të kemi këtë rivënie me duar për skuadrën tonë përfaqësuese. Gjyla. Topi tashmë i përket skuadrës Republikës Irlandeze. King. Hedh përpara me forcë, me kokë largon në një rivënie me duar pa dashur të rrezikoj Samuel Esina, ndërkohë që do të bëhet një zëvendësim. Fushën e lojës Bjorni Duka, futbollisti i Dinamos, Bjorni Duka, në vendin e Gjoj Gjeto Nuredinit. Shikojmë të zbritje të skuadrës irlandeze, largohet ai top në një goditje këndi, duhet të jemi më të kujdesshëm. Jemi në minutën e parë shtesë. Të bëjmë shumë kujdes, mos pësojmë gol. Shumë rëndësishme edhe për moralin e skuadrës. Kjo fitore ndaj, duhet thënë, ndaj këtij kundërshtari të vështirë, të fortë. Me Glinchi. Topi fort në rëmuj, kjo goditje travers. Largohet më pas, jemi me fat. Roche. Nxirret topi nga zona, vrapon Krasniqi. Është më i shpejt dhe ka kthyer atë top pas King për Schroeder. Me këmbë ka larguar portieri. Dalet loja, ka një prekje topit me dorë. Goditje dënimi në favor të skuadrës tonë përfaqësuese, janë sekonda me shumë vlerë tashmë për skuadrën tonë.
shkon Rafaele Huli, do t'jetë ai që do ta ekzekutoj. Kontrollon atë top Brian Gjyla. Edhe për Tedi Malajn, merr Tedi Malajn në zonë, më pas ky top drejt qendrës, goditja e Krasniqit që është bllokuar. Shumë pranë golit të tretë, skuadra jon përfaqësuese duhet kthehen pas. Bëjnë kujdes këtu në mbrojtje O'Sullivan, godet. Kontrollon topin Huli. Rafaeli Huli kontrollon atë top dhe fiton sekonda të tjera. Shkelmon fuqishëm, pritet vetëm vëshëllima e Olti Çelës. Këtu vjen vëshëllima përfundimtare e Olti Çelës. Mbyllet takimi midis përfaqësueses Shqipërisë U19 dhe përfaqësueses Republikës së Irlandës U19, miqësoria e parë midis këtyre dy skuadrave është zhvilluar këtu në kompleksin sportiv në shtëpinë e futbollit. 2-1 fiton skuadra e Julian Ahmataj. Matia Uqi ishte ai që kaloi skuadrën tonë përfaqësuese në avantazh në minutën e 35 me një super gol, ndërkohë që në minutën e 76 O'Sullivan barazoi rezultatin për skuadrën e Republikës Irlandës dhe në minutën e 87 nga pika e bardhë 11 metrëshet Joey Gjeto Nuredini jep avantazhin dhe fitoren skuadrës tonë. Një fitore që në harkun e 90 minutave ka qenë e merituar e skuadrës tonë, me Irlandën që ka luajtur më mirë për një fraksion të këtij takimi në pjesën e dytë, në fillimin e saj deri diku tek minuta 75, por në fund janë tanët ata që kanë dhënë një provë pozitive dhe sigurojnë këtë fitore në miqësoren e parë. Kjo ishte vetëm miqësoria e parë midis këtyre dy skuadrave, ashtu se shtam pas 2 ditësh përsëri skuadra e Julian Ahmataj do të përballet me Republikën e Irlandës në miqësoren e fundit, në testin e fundit përpara ndeshjeve shumë të rëndësishme që kemi në muajin nëntor. Me këto pamje të mrekullueshme nga shtëpia e futbollit, do të mbyllim këtu të transmetim të dashur miq të FSHF TV. Vazhdoni na ndiqni bashkë, miru dëgjofshim.